Përshëndetje. Emri im është Florian Gjungshi me Red Eagle Law, një firmë ligjore imigracioni me bazë në San Diego, Kaliforni. Në dhjetor, si Departamenti i Shtetit dhe USCIS, pra shërbimet e shtetësisë dhe imigracionit të SBA-s, vendosën në fuqi një pezullim ose pauzë të programit të DV 2026. Mëtej në janar, Departamenti i Shtetit vendosi në fuqi një pezullim të lëshimit të vizave të emigrimit nga 75 vende. Këto vende përfshin Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut e tjerë. Ne tek Red Eagle Law nuk besojmë se administrata Trump ka për qëllim të jap fund pauzës së programit DV 2026 apo pauzës së 75 vendeve. Prandaj ne po planifikojmë një grup padi kundër administratës Trump në emër të përzgjedhurve të DV 2026. Në këtë grup padi ne do të kundërshtojmë ligjshmërinë e pezullimit të programit DV 2026 dhe pezullimin në 75 vende në emër të klientëve tanë të DV 2026. Do t'i kërkojmë gjykatësit të anulojë të dyja pauzat pasi ato aplikojnë për paditësit tanë. Gjithashtu do t'i kërkojmë gjykatësit të detyrojë qeverinë të marrë vendime mbi aplikimet e paditësve tanë para 30 shtatorit 2026. Gjithashtu, edhe sepse është gjëja e dur për të bërë, ne do të përfshijmë një shkak të paditjeve në këtë grup padi që kundërshton dështimet e Departamentit të Shtetit për të shpallur periudhën e regjistrimit për programin e DV 2027. Ne planifikojmë të depozitojmë këtë grup padi në gjykatën e qarkut të Kolumbisë në SBA. Disa afate të rëndësishme për të mbajtur mend. Afati i fundit për të marrë pjesë në këtë grup padi është 28 shkurt 2026. Gjithashtu, ne planifikojmë ta depozitojmë këtë padi më 14 mars 2026. Për të marrë pjesë në këtë grup padi, pjesëmarrësi duhet të jetë i përzgjedhur për programin e DV 2026. Nëse nuk jeni i përzgjedhur për DV 2026, eksploroni faqen tonë të internetit të Red Eagle Law për të mësuar rreth mundësive të tjera të grup padive. Një shënim i rëndësishëm. Padit nuk janë kurrë të garantuara për të fituar, kjo përfshin edhe këtë grup padi. Le të flasim për koston e pjesëmarrjes në këtë padi. Tarifa e avokatit për të marrë pjesë në padi do të jetë $2,500 për aplikantin kryesor të DV 2026. Kjo tarifë përfshin koston e pjesëmarrjes së të gjithë përfituesve familjar, pavarësisht nga madhësia e familjes. Për sa i përket kusheve të pagesës, do të paguhen $500 paraprakisht me regjistrimin si paditës. Shuma e mbetur prej $2,000 do të paguhet vetëm pas hyrjes në SBA, kurse për të përzgjedhurit e DV 2026, të cilët gjenden në SBA, kjo do të bëhet pas miratimit të formularit I-485. Gjithashtu, pjesa e mbetur e pagesës avokatit mund të paguhet me këste mujore prej $250 në muaj. Shënim i rëndësishëm, të gjithë pjesëmarrësit në këtë grup padi do të jenë të detyruar të paguajnë pagesën e mbetur pas hyrjes në SBA me vizën DV 2026 ose pas ajustimit të statusit bazuar në programin e DV 2026. Nëse nuk ndjeni komfort me këtë dispozit, është më mirë që të mos merrni pjesë në këtë grup padi. Së fundmi, si të merrni pjesë në këtë padi? Të përzgjedhurit e DV 2026 mund të regjistrohen si paditës dhe të bëjnë pagesën fillestare nga faqja jonë e internetit redeaglelaw.com. Faleminderit për vëmendjen.